dhunën e policisë dhe për dhunën e këtij shteti ndaj protestuesve. Po më bën shumë përshtypje që nuk i referoheni pak të gjitha rasteve. A nuk është kjo e njëjta polici e cila tek Unaza e Madhe ka bërë rreth 1300 arrestime dhe vetëm në një ditë ka çuar në spital 73 persona, 2 prej cilëve kanë mbetur për rreth 2 muaj në spital. Njëri për djegje masive në trup dhe tjetri për shkak të thyerjes së këmbëve nga shkopat e gomës. A nuk është e vërtet që është kjo po e njëjta mazhorancë që në vitin 2022 në protestat e Klodian Rashës ka arrestuar dhe ka dhunuar 3 18 vjeçar, të cilët kanë ndenjur një javë në spital. A nuk është e vërtet që janë 35.000 flet arresti të kësaj qeverie kur ka ardhur nga viti 2013 deri në vitin 2017, një pjesë e cilave kanë qenë arrestime të dhunshme të bëra publike. A nuk është kjo po e njëjta qeveri dhe polici e cila i vuri shkelmin në fytyrë aktivistëve që mbrojtën teatrin? A nuk është kjo po e njëjta polici dhe a nuk është kjo e njëjta qeveri e cila dhunoi barbarisht intelektualin, gazetarin e njohur Alfred Lela, pikërisht sepse po protestonte tek teatri. Dhe sot nga Içi po na dilni dhe po habiteni sepse pas keni dhunuar ju i dhunoni ata prej 14 vitesh. Ka 14 vjet që çdo qytetar që proteston dhunohet. Dikush që nuk i ka parë mbase mund t'i bëj përshtypje ato akte që ndodhen para 2 ditësh. Dikujt nga ju mund t'i bëj përshtypje vetëm nëse ju keni mbyllur syt. E vërteta është që ju po talleni me dhunën që keni ushtruar atje. Sepse ajo është e përditshme në çdo protestë që është bërë kundër kësaj qeverie. Ajo është e përditshme në çdo protestë që është bërë edhe nga kjo opozitë, por edhe nga parti tjera, edhe nga shoqëria civile. Është po e njëjta qeveri kjo e cila ka marrë zvarr zonjën Juna në zonën e Unazës, që ishte 7 zanë dhe e ka mbajtur për rreth 11 orë në rajonin numër 6. Nuk mbaj mend t'jeni çuar keni thënë një fjalë. Arsyeja pse ju sot po flisni, e vërteta është sepse dikush me shumë zgjuarsi dhe bravo i qoftë ju anxorri videon përpara se ju të fshini krimin dhe u detyruat të ktheheni mbrapsht dhe të pezulloni atë të cilin nëse s'kishte dalë ajo video, ju do ta kishit dekoruar. Dhe e di pse them do ta kishit dekoruar. Sepse ato arrestime që un po flas, ato dhunë, qoftë tek teatri, qoftë tek Unaza, kush e bënte? Kush ishte shefi operacionalis që i bënte ato arrestime? Oltion Bistri. Dhe ju nuk e pezulluat Oltion Bistrin, po e morët dhe e dekoruat dhe e bët biznesmen dhe e bët milioner me 5 milion euro pasuri, polici më i pasur në rajon nga qeveria juaj sepse ka dhunuar qytetarët. Dhe kjo është vetëm për dhunën që ka shkaktuar kjo polici dhe vazhdon të shkaktoj dhe jam i bindur që do keni raste të tjera sepse ju pushtetin e merrni me dhunë dhe e mbani me dhunë. Dhe së fundmi do të them vetëm 2 fjalë, sepse së shpejti do të jemi te protesta për një akt kriminal, genocidi që po bëhet ndaj fëmijëve. Dhe sot që është 1 qershori, ju duhet kishit kërkuar ndjes për një vendim kriminal për hormonet që doni t'i injektoni fëmijëve. Po ju jap këtu vetëm 2 raste nga studimi që është bërë nga organizatat më serioze përfshi dhe Universitetin e Cambridge-it. I botuar tek England Journal of Medicine vuri në dukje ky raport, një studim me 315 të rinj që po merrnin hormone tranzicioni gjinor, 2 persona kryen vetvrasje gjatë kohës që po merrnin hormonet. 2 persona. Dhe nuk janë të vetmit. Nuk mundet injektohen 14 vjeçarët me hormone dhe nesër pastaj për shkak të depresionit që shkaktojnë të vrasin veten. Ka ndodhur në Amerikë, ka ndodhur në Itali, ka ndodhur në Gjermani. Zoti Bido, keni fjalën, të përgatitet zoti Kolliçi. E nderuar zonja kryesuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar bashkëqytetar të Vlorës, të Zvërnecit, të Nartës dhe gjithë Bashkombas, dua të flas sot në lidhje me çfarë pam këto ditë
në Zvërnec, duke nisur me një vlerësim për aktin e fundit të Ministrisë së Brendshme që dëgjoi thirrjen e vlonjatëve për të hequr licensat e banditëve të cilët kishin uniformën e një policie private. Ato skena jo thjesht ishin të turpshme për Shqipërinë, por për çdo që njeh qarkun e Vlorës, e di shumë mirë që në Vlorë ato nuk janë ujë. Ato, krejt e kundërta, prodhojnë më shumë reagim dhe më shumë inat. Dua të flas troç për dy momentet protestës. Në protestën që ne pam dy kategori të ndryshme. Një kategori janë banorët e Zvërnecit, të cilët ka një pretendim mbi pronësinë e tokës së tyre. Ata janë pro zhvillimit. Ata duan që territori i Zvërnecit të zhvillohet, që gjithë Vlora të kthehet në një pikë turistike elitare, siç i takon Shqipërisë. Ata pretendojnë se prona nuk i takon sheut kaninës, siç është marrë vendim në vitin 2009 nga Agjencia e Kthimit të Pronave, madje nga një emër që është i lidhur ngushtë me Partinë Demokratike, por se i takon një fisit tjetër, fisit Balliu, që ka një pretendim pronësor prej viteve 30, që në vitin 2009 ja ka refuzuar Agjencia e Kthimit të Pronave me një argumentim i cili ndoshta nuk qëndron, dhe në bindjen time nuk qëndron. Sikurse janë dhe banorët e fshatit, të cilët pretendojnë se nëse këto dy tituj pronësie nuk janë të sakta, atëherë është ligji 7501 që funksionon. Pse them këtë? Sepse është e qartë si dritë e diellit në radhë parë që atje nuk ka tokë e cila do të mbetet publike në fund. Ose i takon atij që prej vitit 2009 e ka me certifikat pronësie fal akteve të Partisë Demokratike, ose fisit Balliu që pretendon fal një kontrate shitblerje të viteve 30, ose nëse të dyja titujt e pronësisë do ishin të pavlefshme, do i takon dhe banorëve me ligjin 7501. Kjo është kategori e parë. Ata kanë të drejtë që protestojnë. Kanë të drejtë sepse ka një kalvar të vazhdueshme gjyqesh të padrejtat që kanë ardhur prej akteve të paformsuara siç duhet ligjërisht nga një administratë që nuk dinte çfarë bënte me pronat. Ata kanë të drejtë të protestojnë, sepse protestojnë për pronën që pretendojnë se është e tyre. Ndoshta nuk kanë të drejtë që protestojnë aty, sepse kanë 30 vite që thorollaten gjykatave dhe s'po gjejnë të drejtën. Do të duhet të veni para gjykatës, por të drejtën e kanë. Kategoria e dytë që pam në të njëjtën protest, dhe duke qenë se të paktën banorët e Zvërnecit dhe si deputet i Vlorës kam mjaftuar shumë miq, ishte një kategori kundërthënëse. Ishte kategoria e atyre të cilët ishin anti-oligarkët bashkëkor që në fakt nganjëherë e mbyllin gojën për ca oligarkë sepse me ca rastistë kanë interesa dhe që nuk duan asnjë lloj zhvillimi në asnjë lloj forme, apo ambientalistët, të cilët duan ta lënë nartën si një tokë pa prekur, lëvizje pelikanëve pra. Dhe unë dua të bëj një pyetje, duke mos qenë ambientalist, duke mos rënë dakord as me vendimin madje të Partisë Socialiste që lumin e Vlorës e ka shpallur lumin e vetëm të egër në Evropë si një kategori e parë. Pse ne duhet të mos zhvillohemi? Pse ne duhet të mos jemi si Greqia dhe si Italia dhe si Malizi dhe si Kroacia kur vjen fjala në pika turistike të këtij lloji? Pse të mos vinë këtu 4 miliardë euro investim? Pse të mos kthehet xhiri i Vlorës si pika më e rëndësishme turistike përtej Shqipërisë? Sepse strategjia energjetike për shembull e viteve 80 përcaktonte shumë qartë që hidrocentrali më i madh në Shqipëri do të ishte në Grykën e Këtxyrës. Sot ne nuk e bëjmë dot. Por ajo do të kthente balancat dhe Greqia do të ishte në fakt e varur nga Shqipëria për kur vjen fjalat energjetika. Sepse strategjia e turizmit e viteve 90 përcakton që xhiri i Vlorës ka potencialin për të kthyer në xhirin më të rëndësishëm turistik elitar të Mesdheut. Dhe prandaj kam disa pyetje këtu ndaj Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Jashtme. 3 autobuza që erdhën nga Greqia, pse nuk i deklarojmë? Kush i nxiti këto 3 autobuza? Shumica ishin banorë të zonës, po disa nuk ishin. Dëgjuam menjëherë Fredi Bellerin që do dilte dhe të kërkonte për minoritetin grek në Zvërnec dhe në Nar që ju hiqen të drejtat. Nuk janë të kategori e parë që duan zhvillimin, por nuk bien dakord mbi pronësit. Janë të kategori e dytë që Zvërneci nuk duhet të zhvillohet. Dhe këtu është pyetje e rëndësishme. A është qëllimi
i ambientalistëve, i Belerit, e këtyre që sponsorizuan këto autobuzat të ardhura, që të mos prishen balanca në mes dhe. Që turizmi elitar i cili sot ndodhet në portën tonë, në Malë të Zie, në portën tonë në Greqi, nuk do të shkonte aq masivisht në Greqi, sepse do të vinte në Gjirin e Vlorës? Apo janë interesat të tjera, cilat kanë të bëjnë me minoritetet pa qena, që do të na riprodhojnë një marën të cilën e humbën në një betejë që e bën para 2 vitesh, për të krijuar pengesat të tjera eurointegruese? Këto pyetje janë përgjigje në fakt. Sepse në çastin që ne shohim autobuzat të ardhur dhe duhet ta deklarojmë sot se digjet Vlora që ishin 3 autobuzat të ardhur. Në çastin që ne shohim reagim të Fredi Belerit masivisht dhe të Aleksis Tsipras masivisht, atëherë këtu nuk ka pyetje, ka përgjigje. Zoti Kolliçi, keni fjalën të përgatitet zoti Braçi.